Në fshatin Bardhaj të Shkodrës u zhvillua ceremonia për rimit të qendrës kulturore, një hapësirë e re me karakter edukativ fetar dhe shoqëror që do t'i shërbejë komunitetit të zonës. Aktiviteti u organizua nga Myftinia Shkodër në bashkëpunim me Fondacionin Mirësia në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të besimit të lirë në Shqipëri. Në këtë qendër moderne janë krijuar ambiente bashkëkohore për zhvillimin e leksioneve fetare, kurseve për fëmijëve të rinj si dhe veprimtarive të ndryshme kulturore. Kjo është një ditë mirënjohje dhe një ditë falënderimi. Një ditë për të pa veten në sy dhe për të thënë elhamdulillah për mirësinë e udhëzimit, elhamdulillah për mirësinë e lirisë dhe elhamdulillah për mirësinë e kësaj vllaznie të shenjtë islame që na bën të lidhun me muslimanët të mbar botës kudo që të jenë. Njerëz që ndoshta nuk i kemi pa dhe nuk kemi takuar asnjëherë, por që vinë dhe japin nga pasunia e tyre që fëmijët tanë të kenë një mundësi më shumë për të mësuar, për të edukuar, për të kaluar një kohë më të dobishme në kohës, në shtëpinë e Allahut, në xhamin e kësaj zone. Sot ku shohim këto fëmijë kaq mrekullueshëm, të cilët janë të gatshëm që na, si thosh, ta mbajnë këtë qendër, ta zhvillojmë më shumë, përfitojmë më shumë, që do të na kënaqin besoj edhe ne me programin e tyre. Sot ne motivojmë edhe më shumë. Kështu që i nderuar Myftinia do të kemi hapësirë dhe mundësi që të bëjmë qendrën të ardhmen. Myftinia e Shkodrës është Myftini model dhe shpresoj që këtë model ta marrin dy myftini të tjera. Përrimi u zhvillua në atmosferë festive, me praninë e përfaqësuesve të Myftinisë, Fondacionit, Komunitetit të Besimtarëve dhe banorëve të zonës.